Për dekada, ne na është thënë që diabeti nuk shërohet, tiroidja nuk shërohet, hipertensioni nuk shërohet, astma, artriti, psoriaza, depresioni, do t'i kesh tërë jetën dhe duhet të konsumosh ilaçe. Është një nga gënjeshtrat më të forta dhe më të mëdha që ne e kemi besuar dhe kemi ende në mendjen tonë. Kush është e vërteta faktikisht? E vërteta është që është një mënyrë për ta mbajtur njeriu sa më shumë të varur nga ilaçet, nga frika dhe nga sistemi i cili lyhet ose ingranazhi që lyhet në këtë sistem në aspektin parave. Na është mësuar që ne duhet të dorëzohemi para një sëmundje kronike, të një sëmundje, çfarëdo që të jetë, ne kujtojmë se çdo gjë atje ka marrë fund, dhe në këtë moment e tutje në këtë çast të jetës ne duhet të përdorim vetëm kutira pafund të ilaçeve, sepse kjo diagnozë, nëse nuk e përdorim, mund të na rrezikojë edhe jetën. Por si është e vërteta? Sëmundjet kronike nuk janë të pashërueshme. Ato janë të paadresuar tek shkaqet kryesore. Trupi jep gjithmonë mesazhe, na jep mesazhe që ne duhet të dëgjojmë. Për atë që ne mund të kemi bërë gabim, për atë që ne duhet të ndryshojmë. Trupi nuk është një mekanizëm i dëmtuar ose i prishur, që njerë funksionon mirë, njerë nuk funksionon. Ai në këto çaste është i mbi ngarkuar.